Kom pas edhe për grup parë dashni sinqert, po edhe për grup dytë kom dashni sinqert. Për hir të fëmijëve, nëse kanë çift të fëmijë për hir të fëmijëve, me qenë ndarja paqësore, me qenë ndarja miqësore. Sot muj me thirrish gruan sa i përket raportit fëmijëve diçka nëse ka për shkak. Rëshërohesh në person parë mas 15 viteve, vjen deri te një ndarje normal që është e mërzitshme. Me një mos me jetu 15 vite edhe me të hup është dhimbje, ose leje më personi, partneri jetës. Si po kaloni, jeni bashkë? Hajde bashkë, bashkë. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si po kaloni? Mirë, faleminderit. Përshëndetje për juve. Apo më ofër lutem? Sa më? Nga Bonavini. Na jemi prej fshatit Drnovsk, komuna Rahovecit. Për ndryshe jetojmë në Gjermani. Gjermani. Në Kosovë. Kjo pasortja ju? Kjo është Prizrenit. Po. E lindur dhe rritur në Prizren. Pas ka marrë bashortja po më duket ty. Si shpo duket, po. Po tash ka ardhur koha vëllai, po duhet më u përshtat kohës. Ashtu është. Am dugoni që sa vite jeni bashk? Që 5 vite dikun. Që 5 vite, a? Që 5 vite jemi bashkë. Që jeni njoftu? Orna? Që jeni njoftu me mësit apo kështu? Me mësit. Në mësit. Përpara ka kenë me mësit, tash nuk është me mësit, tash po njoftohen vetë. A është ma mirë me u njoftu vetë kështu? A është ma mirë me u njoftu kështu apo mësit? Me ta bashorti, njohjet. Pse jo vetëm. Ç'lidhje ka me mësit? Qytet. Am dukon cila është bashkëtia më e madhe që ki prej bashortit ti? Kush? Bashkëtin më të madhe që. Mbështetjen. Për gjithçka, për gjitha. Çka mbështet më shumë? E ke mbështetjen? Për gjitha. Për çdo gjë. Për çdo gjë. Për çdo gjë. Jashtë jeni. Sa vini shpesh në Kosovë? Një herë deri 2 herë në vit, sipas mundësive. Sipas mundësive. Po. A dukon sa është familjar bashorti, sa ndihmon punë të shtëpisë? Shumë. Çka ndihmon ma sot tregon ata? 100% për gjitha. Dërëm, na trego si sheh sot lidhjet në çifte. Po shqo, lidhjet janë të ndryshme. Pse unë e thash me mësit se kur ne njofim një person edhe kemi pëlqim për atë person, kur ju jeni si iniciator, që keni ju vetë bindjen që ta dy mundën me bo bashkë, krijohet një lloj sigurie te ai person. Se shembull doja ka insistu me gjetë një vajzë shokit apo ku ta dijone për mendimin tim, kurse këto lidhje që njoftohen nëpërmjet rrjeteve sociale nuk i kur lloj garantimi. A janë lidhje që apo gjatë këto sipas teje? Po mbora tash, sipas kontributit çiftit. Sa është në gjendje çifti me kontribu? Nëse çifti nuk është në gjendje me kontribu, atëherë nuk ka lidhje afatgjatë. Mendimi jam, nuk po di. Kjo martesë pse ka kaq vonë? Tha që 5 vite e martu. Po. Pse kaq vonë e ke lënë Po, martesën? kom pas edhe një martesë tjetër. Një martesë tjetër. Po nuk na ka hes për fat keq mirë. Sa ki qenë me to? A? Sa ki qenë me gruan e parë? 15 vite. 15 vite. Po. A ka qenë shqiptare? Po, vetëm shqiptare. A ki pas fëmijë me to, me gruan e parë? 3 fëmijë kom me ta. Fëmija jeton me ju apo me ish gruan? Ja, me ish gruan, me nanën, se nuk kam desh me insistu apo kupton. Në rëndësia fëmija me kenë mirë, nuk ka lidhje me nanën apo me babën. Kontakti është jashtëzakonisht i thellë ndërmjet prind fëmija, po kuptoni. Sa takohesh me fëmijë shpesh? A keni raporte? Po, jashtëzakonisht mirë. Sa i don bashortja ai dytë fëmin? Ka fëmin me gruan tjetër pas. Pa e ta shishon, nuk ka fëmijë kur e nxjerr prej barkut nënës. Po, unë e falenderoj për respektin, ju dhuron brenda mundësive respekt, dashni, am kupton. Çka ndodhe mas 15 një martesë më ndajt? Nuk shkoj? Po, ka arsye të ndryshme, këto janë ç'është më thon, brendshme, familjare. Që pyet, a ka qenë ndonjë tradhti? Jo, zot më se bën. Jo. Se po dëgjojmë shumë tradhti ka. Ose mos respekt ndaj njëri tjetrit. Tradhti janë rrezik i ndarjes çifteve. E nëse ai për, a? Sa po thot tradhtia është rrezik? Tradhtia është rrezik i ndarjeve të çifte. E nëse ai person mendon me tradhu partnerin për me shkatru familjen, është dëm i madh për mendimin tim. Ju falenderit. Dhe një pyetje, a ke vendim i vështirë me marr mundajt pas 15 viteve të rua? Normal se janë fëmija prezent, aty fruti dashurisë, që Zoti një ka falë për shembull, normal që nuk është e lehtë. Për cëllu televizion jeni ju? Na jemi histori të jetës.
Tha që ma e ndekur. E kam parë. E keni pa në Po, qeni djeksion. Sa bukur që ta komi bash. Edhe video e fundit e kam për ju. A e don gruan e dytë më shumë se të parën. Se thonë shumica gratë e dyta më shumë i dojnë. Ne kanë pak më shumë kështu. Po, shiqo, kur darëshërohen person të parë mas 15 viteve, vjen deri te një ndarje, normal që është e mërzitshme se me një mos me jetu 15 vite edhe me të hup është dhimbje, ose leje më personi, partneri jetës. Por ndodhin ato gjona se ndëgjo, pa shi nuk bëhet as bereqeti, as misri, as gruri, pa aro shi, pa... A e don gruan e dytë më shumë se gruan e parë, tregona. Kom pas edhe për gruan e parë dashni sinqert, po edhe për gruan e dytë kom dashni sinqert. Sinqerisht po. A mundi me dash një person njëtën kohë, nëse ndahet dikujt, mu dashuru dhe prapë? Nërse nësi kem ty zemra në organizëm, një zemër ki. Edhe nuk futen dy persona me një zemër, zotëri nderuar. Mendimi im. Çai kishte thënë? Qofshe gabuar. Ta ishte thënë aty në burra, që kanë pas një të njëjtën histori si juve, që kanë pas një histori domethënë të kaluar që ka dështuar me një grua. Çai kishte thënë atyre? Duhet me zgjedh një person nëse nuk shkon. Shqo, me rëndësi ndarje me kenë miqësore, paqësore. Am kupton? Pse për hir të fëmijëve, nëse kanë çift të fëmijë për hir të fëmijëve, me qenë ndarja paqësore, me qenë ndarja miqësore, që ish gruaja ose ish nona të quaj me fëmijëve të atij personit, për me pas rrugën e hapur, ndonjë problem mos ndodh me fëmijët ose diçka, me pas një mbështetje, një derë të hapur ku mundet me u drejtu, mendimi jem është. A ka ndarja paqësore mes juve dyve? Po, ndarjen e kemi pas, fol Zotit paqësore, jemi, sot kam kontakt. Keni kontakt? Po, sot muj me thirë ish gruan, sa i përket raportit fëmijëve diçka nëse ka për shembull, se ajo e ka jetën e vetë private, unë e timen, kemi rashtën dakord edhe po jetojmë vëllai jem, çka kemi bë. Ora juve vetëm shëndet dhe gëzime dashë të tjerë. Kënaqësi që u takon. Kënaqësi, gjitha të mira. Faleminderit. A pranon kjo ndërmjet mund të transmetu? Si nuk largohet, a pranon? Se nuk largohet më. Faleminderit shumë. Shëndet, respekt.